Ishte një nga ato mbrëmjeve të vjeshtës, kur qielli bëhet i purpurt dhe ajri mban erë gjethet e lagura dhe largjimi. Tetori kishte veshur qytetin me ngjyra të qara, dhe unë isha ulur në balkon duke parë ret që lviznin si anije të ngadalta. Brenda meje, megjithatë, ishte një shkretëtirë. Një shkretëtirë e heshtur, e cila kishte zgjatur për muaj të tërë. Nuk ishte një heshtje e jashtme. Qyteti vazhdonte zhurmën e tij. Fëmijët luanin në obor, makinat qarkullonin, televizorët u lërinin nga dritaret. Heshtja ishte brenda meje. Ishte ajo gjendje e errët ku as muzika nuk të prek, as një film nuk të bën të qash, dhe të qeshurit e të tjerëve duket një gjuhë e huaj. Kisha humbur diçka dhe nuk e dija se çfarë, deri në atë mbrëmje. Komshiu im, Gjoni, ishte një plak i çuditshëm. Të gjithë në palate kishin për të çuditshëm. Rreth të 60-tave, me flok të thinjur e sy të një blu të zbeth, ai nuk dilte kur pa një kapele të vjetër beret dhe një buzëqeshje që të bënte të ndieshe sikur po fshite një sekret të madh. Për mua, ai ishte thjesht ai zotëria që ulet në stol dhe ushqen pëllumbat. Nuk isha folur ndonjëherë me të, përveç një mirëmëngjesi të thatë në shkallë. Kishin kaluar 3 muaj që kur unë isha tërhequr plotësisht në guaskën time. Punë, shtëpi, ekran, gjumë. Cikli i përsëritur. Atë mbrëmje, të shtunën, isha ulur përsëri në atë karige të ftohtë prej hekuri në balkon, duke parë errësirën kur dëgjova diçka. Ishte një tingull. I hol, i largët, por që depërtonte në beton. Vinin ndakati i sipërm, nga banesa e Gjonit. Në fillim mendova se ishte radioja, por radio nuk prodhon atë lloj tingulli. Ishte një melodi, e luajtur me diçka që nuk isha dëgjuar kur më parë. Një loj lahute, por më e ëmbël, ose një violin, por më e ngrothë. Dukej sikur tingulli ishte një përkëvelje. Ai nuk hynte në vesh, por depërtonte diku më thellë, në një pjesë të gjoksit që e kisha haruar se ekzistonte. Melodia ngjitej e zbriste si valët në një det të qetë. Nuk ishte e trishtuar, por as e gëzuar. Ishte njerëzore. Mbante peshën e një jete të tërë, por pa rëndimin e saj. Ishte si një rrëfim pa fjalë. U ngrita nga karigja dhe pash përpjet. Nga balkoni i Gjonit dilte një rip drite të artë dhe unë pash siluetën e tij. Ai ishte ulur, me shpinën nga unë, koka pak e anuar duke luajtur atë instrument të çuditshëm. Lëvizjet e tij ishin të ngadalta, intime, si dikush që i flet diçka të shenjtë një miku të vjetër. E ndërpren gjithë muzikën. Isha aq i rrëmbyer sa nuk e kisha vënë re. Dhe më pas, për herë të parë në muaj, ndjeva një dëshirë. Një dëshirë për të dëgjuar më shumë. Një dëshirë për t'u afruar. Të nesërmen në mëngjes, kur dola për të marrë qumështin, e pash Gjonin në stol. Ai po hidhte bukë thërime pëllumbave. Zemra më rihte pak më shpejt. U afrova. Mirëmëngjes, zoti Gjoni, i thash duke u përpjekur t'i jap zërit tim një ngrohtësi që nuk e ndjeja. Ai ngriti syt. Syt e tij të zbeth më shikuan me atë buzëqeshjen e tij të çuditshme. Mirëmëngjes, fqinji, u përgjigj ai. Ti e ai i katit të dytë, apo jo? Ai që lecon shumë. U habita. Si mund të dinte se unë lecoja? Nuk e kisha takuar kur. Po, lecoj, i thash. Por më erdhi të them atë mbrëm. Dëgjova muzikën tënde. Ishte e jashtëzakonshme. Fytyra e Gjonit u ndriqua, jo nga kotësia, por nga një lloj gëzimi i thjeshtë. A, e dëgjuat? Kjo është mirë. Shumë kohë që askush nuk e dëgjon. Ai më bëri shenjë të ulem pranë tij. Është një qifteli, një instrument i vjetër. Më ka mbetur nga gjyshi, nuk e kisha prekur prej vitesh. Pse jo? E pyeta ndërsa ula.
A I qeshi pak, një qeshje e thatë. Sepse kam ndjerë se nuk ishte kusht ta dëgjonte. Një melodi pa një palvesh që e dëshirojnë, është si një dashur I pakthim, ajo thaet. Unë ndjeva I prekur. Ajo që ai tha për muzikën, unë e ndjeja për jetën time. Ai vazhdoi të fliste për çiftelin, për udhëtimet e tij, për gruan që kishte humbur 10 vjet më parë dhe që ishte ajo që e kishte mësuar të luante. Ai fliste për të me një dashuri që nuk ishte e hidhur, por e pjekur, si një verë e vjetër. Nuk më vinte keq për të, ndjeja një lloj respekti. Atë mbrëmjen deza drite në balkon dhe e prisja, dhe ai erdhi. Ky ishte rituali unë I ri. Unë u lesha poshtë, ai ulte lart dhe unë dëgjoja. Filloi me meloditë ngadalta. Më pas, një natë, ai luajti diçka më të gjallë. Këmbët e mia filluan të lëviznin pa dashje në ritmin e saj. Ishte një tingull që të bënte të kërceje, që të silte në mend verdh dhe dasma e male. Dhe atë natë, muaj të heshtjes si me u qanë. Ishte një e enjte, bie shi. Johnny luante një melodi të ngadalt, por të mbushur me një energji të çuditshme. Dukej sikur instrumenti po çante dhe çështe në të njëjtën kohë. Dhe befas, pa e kuptuar se çfarë po ndodhte, unë fijova të qaja. Jo një qaj e dhëmshur, por një lirim. Dhe më pas, në mes të lotëve, fijova të qësh. Një të qëshur që vinte nga barku, e pa përmbajtshme. Nuk isha më I trishtuar, nuk isha më I zemruar, isha I lirë. Por kjo nuk ishte asgjë në krahasim me atë që do të vinte. Të shtunën e ardhshme, Johnny nuk luajti çifteli. Ai doli në balkon me një shishe verë dhe 2 gota. Më bëri shenjë të ngjitesha. Kur hyra në shtëpinë e tij, pash një muze të vogël. Libra, fotografi të vjetra, vegla muzikore. Por në qendër të dhomës, një piano e vjetër, e nxirr nga koha. Johnny më derdhi një gotë verë dhe më tha: "Sot është një natë e veçantë. Sot dua të luaj diçka që nuk ja kam luajtur askujt që pas vdekjes së saj." Ai u ul para pianos. Gishtat e tij, që ishin kaq të butë në çifteli, u bën të fuqishëm. Dhe atëherë filloi. Nuk ishte thjesht muzikë, ishte një stuhi, një përshëndetje, ishte një udhëtim. Meloditë e pianos mbushnin dhomën, duke kërcyer nga muret, lart, poshtë, duke u përshpejtuar, duke u ngadalsuar. Unë isha ulur në divan dhe ndjeja si çdo notë më prekte. Nuk po dëgjoja vetëm, po ndjeja. Dhe më pas erdhi kulmi. Ai luajti një akord që dukej se përmbante të gjithë dhimbjen dhe të gjithë gëzimin e botës. Dhe më pas, një seri notash të shpejta, si një kaskadë drite. Duart e tij lëviznin si zogj të çmendur mbi tastier. Ndjeva një ndjesi që nuk e kisha ndjer kur më parë. Një dridhje fijoi nga majat e gishtave të mi dhe u përhap në të gjithë trupin. Gjoksi më u zgjerua. Isha mbushur me një energji aq të pastër, aq të fuqishme, sa nuk mund ta mbaja dot. Goja mu hap dhe, pa e kontrolluar fare, nga fyti im doli një tingull. Nuk ishte një fjalë, ishte një ulërim. Një ulërim e gjatë, e thellë, që dilte nga thelësia e shpirtit tim. Një ulërim që ngjante me erën, me një bish të lirë, me gjithë gëzimin që kisha heshtur për aq kohë. Ulërima ime u përzie me muzikën e tij, duke u bërë një pjesë e saj. Ishte një lirim total. Nuk më interesonte nëse më dëgjonte gjithë palati. Nuk më interesonte nëse ishte e çuditshme. Isha më I gjallë se kur në gjithë atë vit. Muzika u ndal, por ulërima ime vazhdoi për disa sekonda më shumë, duke u shuar ngadalë si një val në breg. Pastaj, heshtje. Mjeheshtje që nuk ishte e zbrazët, por e mbushur me atë tingull. Pash Johnin. Ai ishte kthyer nga unë dhe sytë e tij të zbeth shkëlqenin. Në fytyrën e tij nuk ishte habi, por një mirënjohje të thellë. "Ja ku është", tha ai me zë të ulët.
Tingulli yt. E kisha marrë me mend se ishte aty, vetëm se kishte nevojë për një qelës për të dalë. Ulrima për mua nuk ishte turp, ishte triumfi i fundit i një dimri të gjatë. Kisha kaluar muaj të tërë duke u ndjerë si një hije, duke jetuar në heshtje, dhe tani, një komshiu i çuditshëm me një instrument të vjetër më kishte kthyer zërin. Nuk isha më ai personi që ishte ulur në atë balkon duke parë ret. Isha dikush që tani mund të ulërinte nga kënaqësia. Isha dikush që e kishte kuptuar se gëzimi nuk ishte një gjendje, por një tingull që duhet të lëshohej. Gjoni ngriti gotën e tij. Për tingullin, tha ai. Unë ngrita timen, duke ndjerë ende dridhje në trup. Për komshiun, ju përgjigja, që më ktheu jetën. Dhe në atë natë të vjeshtës, mes dy gotave verë dhe një piano së vjetër, unë kuptova se ndonjëherë, gjëja më e bukur që mund të ndodhë, vjen nga aty ku më pak e pret. Nga një qifteli, nga një plak, nga një ulërim e lirë në mes të natës. Ishte kthimi në shtëpi.